Shëndetësia e Orikumit është një projekt i cili mund të konsiderohet tashmë i përfunduar. Banorët e qytetit të vjetër të Vlorës vlerësojnë investimin. Sipas tyre, ky investim do të sjellë më tepër zhvillim për Orikumin. Banorët theksojnë edhe faktin se rihabilitimi i rrugës do të sjellë më tepër zhvillim për një prej vendeve që ka shumë potencial për turizmin. Projekti vlerësohet jo vetëm nga banorët e Orikumit, por edhe nga emigrantë e kthyer në vendlindje pas shumë vitesh, të cilët gëzohen se qyteta e tyre ka ndryshuar. Unë jam vlerë e rritur këtu, po banoj në Itali. Po, banoj në Itali. Çfarë ka sjellë kjo qytetës? Shumë të bukur, gjëra të mira. Çfarë thuash? 30 ani, 30 vjet. 30 vjet. E pe ndryshe Orikumit? Po si ora? Ka ndryshuar shumë. Shumë ka ndryshuar. Shumë ka ndryshuar në vendlindje. Takuam mi që shok plot. Edhe jemi të gëzuar e të kënaqur që ka ndryshuar. Çfarë ka ndryshuar? Në shumë gjëra ka ndryshuar, në infrastrukturë, pallate, njerëzit, dihet që ka edhe zhvillim, ka të gjitha të mirat. Tani njerëzit puna është që të punojnë me mundin dhe djersën e tyre. Çfarë të pëlqen më tepër në këtë projektin e bulevardit të Orikumit? Shumë bukur, para ishin çik mashu, tani është. Tani e kanë bërë shumë bukur, sidomos rrugën e Bregdetit andej e kanë bërë shumë të bukur. Shëndetësore shumë e bukur. Jetohet në Orikum? Jetohet. Do rikthehesh tërish? Neve jemi ngull atje, nuk mund të kthehemi se s'kemi në ato, po. Po e sugjeronte të tjerës Orikum? Po, patjetër, ja takojmë miq e shok të vjetër, veteran, të rinj, djemt e tyre, fëmijët e tyre, po i shikojmë që janë të gjallëruar, do me thënë bëjmë punën e tyre, janë. Mirë. Po pse s'na pëlqej? Gjë e mirë si. Pse të mos na pëlqej? Kur është një gjë e mirë, apo jo? Po ke sy në ballë, po ke mendje, do thuash të vërtetë. Patjetër. Çfarë do sjellë në Orikum? Do sjellë zhvillim? Patjetër do sjellë. Po të bëj dhe lulishja lungomari andaj, do ketë zhvillim, do ketë dyndje, do ketë shumë turistë, do ketë mirëqenie. Apo Shete ky projekt ndonjë anomali, ndonjë problem që të vret syrin, apo është gjë okay? Mua më duket mirë, nuk e di. Shi vërtetja mund të ketë se i cili ka mendimet e tij. Do të ndikojë në turizmin e Orikumit? Patjetër. Patjetër. Zhvillim është kjo. Prisni më shumë turistë këtë vit apo jo? Po sigurisht. Shpresojmë. Po dhe s'ka mbaruar e tëra, po mirë, na duket. Do të sjellë zhvillim në Orikum? Tani varet nga xhepi që kanë njerëzit. Po të bëhet mirë të vinë, nëse të vinë, do t'jeni të kënaqur. Por pavarësisht se pranohet zhvillimi dhe investimi modern, qytetarët e Orikumit shohin aty edhe anomali. Për ta rruga është shumë e ngushtë dhe nuk ka shumë mundësi qarkullimi, ndërkohë që edhe parkimet sipas tyre janë një problem e vete. Kjo fakti që gjë e bukur doli, po për mendimin tim është lënë çike ngushtë. Brenda parkimeve shumë e ngushtë edhe këtu do kalojnë autobusa, kamiona, edhe çike ngushtë, po shumë e mirë ka dalë, nuk ka dalë keq. Besoj do ketë pak ngarkim trafiku. Po kuptonë në sezoni behari do vi, do ketë më shumë, po nuk e di, e ngushtë është pak. Se keni mundësi të ngushtonin pak trotuaret, e ke parasysh se ka shumë shëndetësore. Ama do të sjellë zhvillim, besoj. Po jo, mirë shumë, zhvillim do ketë, mungojnë gjërat e tjera. Pa punësia, njerëz nuk ka. Mendojmë se po, s'ka gjë tjetër, çfarë mund të. Ka perspektivë Orikumi për të zhvilluar më tepër? Po vendi i mirë është, por nuk punonet. Që vendi i bukur nuk ja siç po e shikojmë, nuk po bëhet asgjë faktikisht. Janë ta që ndërtoj bëjnë pavate, shesin, sa u do qefi, çmimi metër katror ka vaj skandal. Këtu janë bërë njerëzit pesimista. Ja, unë jam pensionist, kimi le. Qa të ardhën mund të kërë. Në mbanë fëmijët, andej me nga një 5 lekë. Po të rinë, pa? Po shumë pak, s'ka afare, ku do punojë. Problem për banorët e Orikumit pas rihabilitimit të shëndetësores janë dhe drejtuesit e automjeteve që qarkullojnë me shpejtësi, ndërsa ta bëjnë thirrje që të vendosen kufizuese të shpejtësisë, pasi mjetet po kthehen në një rrezik për ta. Jo, gjatë. Po. Mirë të barë. Mirë të barë, po një të tjekin pa kujtes, më të tonë me telefona, mirë, më bëjnë aksidente. Eci me shpejtësi, ë? Po eci me shpejtësi, këtu doli i vogle, doli është qytet. I shkau këma plakuta,
Pse merë vetëm qape, merë atëm qape. Këto të kështu që duhet në që më kujdes. Po si pamje, si bukuri, si... Po si bukuri mirë është ba, mirë. Shiko, Orikumi ka perspektivë që të bëhet, si Oriku që ka qënë dikur. Se ka qënë dhe njërë. është i lëm pak pas dore. Kontra, kjo është që ka qënë Orik, ka qënë kod presidents të utës, qisha për te. Për shpecim, po, duhet kërë një sinjalizim. Ndihesh i rrezikuar? Ndjen unë, na kemë bërë, se na në këto përdurat janë bërë të gjëra, po ka fëmijë edhe ka ndarë ca bicikleta nga ato që u hypin kështu, ka ato janë të shpejta shumë. Ato rrezikojnë që mund të rrezikojnë fëmijët. Projekti riabilitimit të shititores së Orikumit është një investim i qeverisë shqiptare me në fokus zhvillimin e zonave turistike me potencial ekonomik dhe turistik.